Për buxhetin kemi fol në sesionin e kaluar dhe nuk dua të ndalem të, mirë po qytetarëve të Kosovës duhet ju them dy porosi që i ka grupi parlamentar i Aleancës për Armiqin e Kosovës. E para, ashtu siç u ka thonë në seancën e diskutimit në lexim të parë për këtë buxhet, ky është buxhet i cili është përgatitur në tetor, edhe ky buxhet është provizor. Kështu është thonë prej kryeministrit, kështu është thonë prej ministrit financave, dhe zotimi i qeverisë është se pas 2 muajve apo pak muaj do të ndodhë një rishikim i madh i rëndësishëm për këtë buxhet. Në vijim me këtë, Aleanca për Armiqin e Kosovës në kuadër të 86 amendamenteve që ky kuvend ju i keni bërë në komisionin për buxhet, ne i kem nga ta i kem 14 amendamente për shkak se s'ka logjik një buxhet i cili hyn këtë vit mos me pas asnjë amendament. Amendamentet janë kryesisht të lidhura me sektorin e sigurisë, ato të cilat ndojnë mbështesin policinë, ushtrinë, të disa investimeve kapitale që lidhen me komunat ku ne udhëheqim, me projektin e autostradës së Dugaxhinit. Ne do të presim cili do të jetë reagimi i qeverisë, respektivisht i juaj, i shumicës për amendamente. Në qoftë se edhe kësaj here nuk do të kalon në seancë asnjë amendament i Aleancës për Armiqin e Kosovës, i krejt ushtrimi, edhe i leximit parë, edhe i procesit të shkurtimit të afateve për diskutimin e amendamenteve që i kemi bërë në seancë, ka qenë një mashtrim optik. Po ne do të jemi këtu, do t'i lexojmë amendamentet tona dhe do të shohim a do të marrin apo jo mbështetje. Dhe në qoftë se e kemi bërë një ushtrim sa për syje faqe, sa për me kalu një buxhet, atëherë kjo pa asnjë dyshim është një goditje e madhe që i bëhet edhe Kosovës, edhe programeve investive, qebesa edhe vetë funksionimit të qeverisë, për shkak se po kalojmë një buxhet që është miratuar në tetor, e formalisht është miratuar shkurt, dhe tashtu po e miratojmë për disa muaj. Ju faleminderit.